A e dini që Zoti i është shfaq Abrahamit në formë të dukshme, edhe jo vetëm një herë, por disa herë. Shko te Zanafilla 12:7. Atëherë Zoti ju shfaq Abrahamit, jo në vizion, jo ëndër, po shfaqje. Abrahami e pa atë. Pastaj kalojmë te Zanafilla 17:1 që thotë, kur Abrahami u bë 99 vjeç, Zoti i doli përpara Abrahamit dhe i tha, unë jam Perëndia i plotfuqishëm. Dhe në vargu 22 vjen momenti pak më i fortë, kur mbaroi se foluri me të, Perëndia u ngjit lart. Nga mirë, kjo s'është metaforë, kjo është prani fizike që vjen, rri, flet, edhe tani largohet. Pra shumë përpara Mojsiut, shumë përpara dhjatës së re, Bibla shtyn me pa dy gjëra njëkohësisht. Që Zoti është shpirt, por gjithashtu ai ka fuqi me u shfaq, me ec, me fol e me u largu. Pyetje për ju, a mendoni se Zoti është i plotfuqishëm dhe mundet me u shfaq në mënyrë të dukshme?